Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 26 nëntor të 2025, duket se një ditë me rëndësi të veçantë në çështjet që kanë të bëjnë me Afroditën nga Akrepi, që formon një trekëndësh me Jupiterin në Gafore, një kënd jashtëzakonisht me fat që sjell optimizëm, kohë të mirë dhe jo vetëm suksese në marrëdhënie dhe financa. Më shumë e fat janë Gaforet, Akrepët, Peshqit, si dhe Demi, Virgjëresha, Bricjapët, të dhëdiqitret ose ata që kanë diellin ose ascendentën në këto shenja. Duket se është një ndikim mjaft i mirë dhe favorit për sa i përket të çështjeve që kanë të bëjnë në lidhje me punën, në lidhje me bizneset, në lidhje me ndryshimet, pra e kemi thënë dhe themi me të madhe, pikërisht këtë javë, sepse është shumë e ndërlikuar në një farë mënyre për gjërat që do të bëjmë, ideale në ato që neve përfundojmë dhe nisim diçka të re. Pra është koha e duhur për të stabilizuar gjërat tona. Por tani para se të fillojmë me parashikimin e kësaj dite, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo diasporë dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve dëshironi, duke bler paketën tuaj, numrin për katës të blerjes. Dhe pastaj shkoni tek sekretaria, ja pa e keni aty, ai kuadrati i vogël, e klikoni, vendosni të dhënat e juaja dhe më pas jeni gati për të dërguar mesazhin që të flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skypit. Për juve që doni që në kohën që neve jemi drejt për së drejti me juve, dhe nëse doni të dërgoni një mesazh, kemi pikërisht këtë butonin këtu. E klikoni dhe duke e klikuar dhe më pas duke parë se si mund të dërgoni mesazhin dhe jeni gati pastaj për dërguar mesazhin dhe flasim bashk direkt nëse doni diçka më tepër ose merrni pyetje përgjigje mesazhin tuaj. Tani fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Për ju të shenjës së dashit, duket se është një ndikim mjaft i mirë në lidhje me takime, në lidhje me ndryshime dhe marrje vendime të rëndësishme. Duket gjithashtu për sa i përket çështjeve dhe mundësive që kanë të bëjnë, sepse është një mundësi shumë e mirë në lidhje me takime, bisedime, ndryshime nga njëra anë dhe mundësi nga ana tjetër. Vërtet i keni të gjitha mundësitë dhe kohën e duhur për të nisur diçka të re. Është një moment shumë i mirë dhe me fat në këtë drejtim dhe kjo është një periudhë që vërtet do të ndikoheni direkt në ekonomi dhe gjërat që kanë të bëjnë nga dreka ka diçka shumë pozitive, pse jo, mund të stabilizoni gjërat aty ku dëshironi. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me shqyrtar dhe me peshk duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Çfarë ndodh me shenjën e demit? Demi duket se kanë një mundësi, pra favorizohen shumë to ndikime për punën, për karrierën, për ekonominë, sepse kanë një mundësi të artë tani në këtë periudhë dhe kjo është diçka shumë pozitive, sepse duke pasur parasysh lidhjet, mundësitë, kohën, se është koherent me atë që ndodh, momentet që juve keni, periudha kur ndodhin fenomenet dhe shumë gjëra të tjera ku është edhe momenti më i mirë i mundshëm për të stabilizuar, sepse duke pasur parasysh kohën e duhur, parasysh për gjërat që doni të bëni, është një moment shumë i mirë. Dhe kështu që për ju të shenjës së demit e keni mundësinë, sepse do të zgjidhni disa çështje problematike, por edhe disa gjëra të tjera që është momenti dhe koha e duhur mbi çështjet afatgjat. Ka të bëjë me punën, ka të bëjë me karrierën. Në çështjet që kanë të bëjnë me anën e dashurisë, edhe pse keni një takim të papritur që mund të bëni nga ora 12 me 12:30, është mundësia mjaft e mirë dhe stabilizuese në anën tuaj. Prandaj nuk ka vend për të qetësuar, por për të gëzuar në gjëra të mëdha që ju e keni. Në çështjet që lidhen me një udhëtim, është mëse mundur të ndodhi. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Për sa përket binjakëve, me këse binjakët duket se tani është mundësia, është momenti, është një periudhë që nga njëra anë na jep shumë shanse, se periudhat që ndodhin, dhe gjithmonë binjakët janë një hap para për sa që ka ndodhin, dhe binjakët gjithmonë din çfarë duan dhe din ku shkojnë. Momenti dhe koha
mënyra e të shprehurit. Dhe ajo që ka juve keni përballë është momenti mjaft i mirë dhe është mjaft pozitiv mbi zgjidhje të problematikave të ndryshme, në lidhje me çështjet që juve keni ose momentet e punës, të karrierës, të ndryshimit të madh, financiar, është momenti juaj. Mund të bëni disa bisedime me Britsjap dhe me peshorët e ditës së tretë, ku është një mundësi mjaft e mirë, një mundësi artë ekonomike favorizuese në këtë drejtim, por gjithashtu keni mundësinë të ditës së tretë të nisni diçka të re dhe është momenti mjaft i mirë dhe superior në çështjet që keni të bëni me anën ekonomike dhe udhëtimet, në çështje shpirtërore lidhje që kanë të bëjnë me dashjet e ditës së dytë, që kanë ndikim shumë të mirë. Me ndikimin e virgjëreshit të ditës së parë, ku keni pasur debate, mund ta zgjidhni dhe është periudha më e mirë tani paraditja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gaforres. Për sa përket gaforeve, meqense gaforet duket se tani në këtë periudhë kanë pasur disa problematika nga më të ndryshmet, periudha që ndodhin fenomenet, momente që juve keni në anën tuaj, disa gjëra mund mos ecin ashtu siç duhet sepse lidhem me ekonominë më tepër, sepse kjo duket se ka një moment, një mundësi shumë të mirë në lidhje me vendimet dhe mundësitë të arta që keni, por është një moment mjaft i mirë surprizues në anën tuaj, surprizues në çështjet ekonomike financiare dhe një periudhë mjaft e mirë sepse duket se gjërat janë mjaft të ndikuara në anën tuaj dhe mundësitë arta në favorizimin tuaj. Prandaj mos u shqetësoni fare sepse mbasditja është diçka shumë pozitive me takimet që do të bëni, por edhe me çështjet e tjera që janë mjaft të rëndësishme. Por pak vëmendje do të bëni me peshët e ditës së tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e luanit. Luan të dashur, duket se juve të shenjës së zjarrit i keni disa mundësi tani nëse është edhe momenti më i mirë i mundshëm lidhje me kohën e duhur për zgjidhur një problem që keni pasur para disa kohëve, por kjo nuk ju pengon që juve të bisedoni, të kërkoni të drejtën tuaj, dhe kjo është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive në punën tuaj, në atë çka prisni, në atë çka doni të realizoni. Vërtet është një kohë shumë e mirë dhe tepër pozitive në lidhje me punën tuaj, në lidhje me karrierën tuaj, në lidhje me ndryshimin tuaj. Dhe kjo është një gjë që vërtet juve stabilizoheni dhe çështjet që keni është momenti më i mirë i mundshëm për të arritur qëllimin tuaj në fushën e biznesit, por dhe të karrierës. Në çështjet shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Britsjap të ditës së parë, dashje të ditës së tretë, që është koha më e mirë e mundshme, por një problem i vogël që mund keni pasur ka qenë me peshorët e ditës së tretë, por është shkalimtare, nuk është se ka diçka mjaft problematike, por është gjë që zgjidhet. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë virgjëresha. Për sa përket virgjëreshave, virgjëresha të duket se është një moment mjaft i mirë, është një moment që suporton energji pozitive, arrihet ajo çka është në lidhje me punën, por favorizimet edhe kuptimi, mes asaj që është e bëshme, mes asaj që është e vazhdueshme, i keni mundësitë. Por megjithatë virgjëreshat kanë gurin dhe arrën dorë, gjeni vendin për ta thyer, sepse është një kohë shumë e përshtatshme. Është një moment mjaft ideal. Pozicionimi planetar ndihmon jashtëmase në këtë aspekt. Edhe pse keni pasur problem, edhe pse keni pasur debate në gjërat e juaja, por vjen një moment që vërtet është momenti kyç dhe mjaft pozitiv në gjërat e juaja. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjak dhe me Britsjap duket në para. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë peshorja. Për sa i përket shenjës së peshoreve, meqense peshorët tani në këtë periudhë kanë disa ndryshime afatgjat, sepse ndryshimet që vijnë nga ana e punës, vijnë nga karriera, vijnë nga ekonomia, vijnë nga gjëra të mëdha që mund keni tani e tutje,
por vërtet juve do të shikoni të ndryshoni shumë gjëra në jetën tuaj, shumë gjëra në lidhje me biznesin, se lidhet shumë me biznesin, lidhet shumë me karrierën dhe me momentin tuaj kryesor të financave, por edhe të vendimeve që do të merrni. Por gjithashtu, kjo periudhë është periudha mjaft e mirë, sidomos kjo ditë, sepse kur kemi raste të tilla, me Afroditën në Akrep dhe Jupiterin nga Fore, që ky trekënd është mjaft favorizues në lidhje me takime, në lidhje me vendime dhe mundësi të arta që keni tani tutje. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor dhe me dem duke të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e Akrepit. Akrepët duket se Afrodita në shenjën tuaj, miqtë e mi, dhe në krahun tjetër kemi një shenjë uji, që është Jupiteri nga Fore, që formon një trekënd shumë të rëndësishëm. Do të thotë pasuri, vendosmëri, mundësi. Të gjitha këto përbën një përmbledhje të gjërave të mëdha, ku i keni të gjitha mundësitë që t'i zgjidhni çështjet që ju keni, çështjet e pazgjidhshme. Vërtet është një kohë jashtëzakonisht pozitive, shumë e rëndësishme për të zgjidhur çështje problematike. Megjithatë, juve i keni mundësitë dhe është koha mjaft e mirë, është një kohë e artë për sa i përket zhvillimeve, ndryshimeve, jeni koherent me atë çka do të bëni, me mundësitë edhe kohën e artë që keni tani tutje, dhe kjo do të thotë çështje të rëndësishme financiare, në lidhje me anën e dashurisë, edhe pse me peshk dhe nga Fore keni pasur një ecuri shumë të mirë, por edhe pse keni pasur pak, keni debatuar për ca gjëra që nuk kanë qenë ashtu siç mund pritet, por koha është mjaft e mirë tani dhe është pozitive për zgjidhje të çështjeve problematike. Në çështje shpirtërore, për bashkim familjar, do thotë që është me dash dhe me binjak. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetari. Shigjetarët duket se në këtë periudhë kanë pasur çështje ideale favorite për punën. Periudha kur ndodhin gjërat. Duke pasur parasysh edhe ata që kanë ascendente në këto shenja, i ndihmon shumë fati, sepse kjo periudhë është një periudhë jashtëzakonisht pozitive dhe gjithçka mund të ndikoheni në lidhje me anën e pozicionimit të planeteve, kohës dhe ndryshimit të madh që do të keni tani tutje. Prandaj mos u shqetësoni fare në lidhje me punën, në lidhje me ekonominë, sepse gjërat janë favorin tuaj dhe është një mundësi shumë e mirë tani kur të shkoni vetë për të rregulluar, stabilizuar gjërat e juaja. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me luan dhe me peshk duke të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë bricjapi. Për sa i përket bricjapëve, bricjapët duket se tani për tani është një periudhë mjaft krijuese për gjërat e punës, për gjërat e karrierës, për ndryshimet e mëdha që keni, momenti që vjen tani në tutje, koha që juve keni në dispozicionin tuaj, një moment shumë korrekt nga ana juaj, sepse vërtet i keni ndryshime, keni mjaft gjëra që duhet të kuptoni për sa i përket arsyes së punës suaj, sepse një punë mjaft e rëndësishme që ka të bëjnë me anën ekonomike financiare, ka të bëjnë me ndryshimet që do të vinë tani e tutje, dhe ose keni pasur disa bllokime nga puna juaj, nga çështjet që lidhen me karrierën, bllokime në kuptimin e fjalës hajde sot, hajde nesër, institucione të ndryshme, por kjo do të thotë që tani është momenti i duhur për zgjidhur çdo lloj problemi që keni pasur dhe çdo lloj gjëre që juve keni për të realizuar. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dem të 10 parë, peshore të 10 është perfekte. Shkojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e ujorit. Për sa përket ujorëve, ujorët duket se tani i kanë vënë vetes një detyrë. Për sa përket mundësisë, karrierës, ndryshimeve dhe marrjen e vendimeve të rëndësishme. Në marrjen e vendimeve të rëndësishme, kjo periudhë është e juaja, sepse zgjidhni një çështje shumë të madhe, jeni korrekt me punën tuaj, jeni korrekt me atë që do të bëni. Vërtet, kjo periudhë është periudhë që nganjëherë ju lodh shumë, por kjo është lodhje që në fund është e kënaqshme, sepse do t'i zgjidhni gjërat një nga një siç dëshironi juve. Kurse në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë, lidhjet afatgjat,
që është me dash të dhjetë të parë, me peshorët e dhjetë të tretë, është një kohë shumë e rëndësishme dhe vendimtare për të zgjidhur çështje problematike. Kjo është diçka shumë e mirë, por megjithatë është koha juaj. Në një udhëtim pozitiv, do të thosha unë, lidhje me veprimet dhe vendimet e rëndësishme që keni, dhe koha e duhur për stabilizuar anën ekonomike dhe financat. Vijojmë tek shenja e radhës. Kjo do thot peshqit. Për sa përket peshqive, peshqit kanë disa ndryshime dhe ndikime. Ndikimet e para që janë me një çështje ekonomike financiare ku keni pasur disa probleme më përpara, nuk keni zgjidhur dot. Vjen një moment tani, është një moment mjaft i mirë, jenë, do të themi, korrekt nga ana juaj, korrekt nga puna juaj dhe marrja e vendimeve të rëndësishme. Për sa përket kohës tani që ndodhin fenomenet, është një kohë mjaft e mirë edhe tepër vendimtare. Periudha kur ndodhin gjërat, pikërisht paraditja, është shumë e favorshme në punë, në karrierë, në ndryshime që do të keni edhe një takim që mund ta bëni, do t'ia vlej. Ndërsa çështja shpirtërore, lidhje që kanë bënë me shigjetarët e dhjetë parë, gaforët e dhjetë tretë, është perfektja, por një ndikim shumë i madh do jetë me virgjëresh të dhjetë të tretë. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht datës 26 nëntor të 2025-s. Para se të ndajmë bashkë, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve dëshironi dhe në kohën që juve doni, dhe zgjidhni paketën tuaj numër përkatës të blerjes dhe më pas shkoni tek sekretaria, është pikërisht ky butoni këtu, kjo dritarja, i plotësoni të dhënat dhe jeni gati pastaj për të folur bashkë nëpërmjet Viberit apo WhatsAppit. Për ju që doni që në kohën që doni të dërgoni një mesazh dhe nuk e keni bërë akoma për një arsye apo për tjetrën, atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni, ja pas siç e shikoni atje, dhe pas jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Për ju që doni një moment që keni një çështje problematike ose çështje të vogël financiare për ta zgjidhur një orë të mirë, kemi membership. Ja ku e keni këtu. Në lidhje me membership, po ta shikoni tek faqja Astrologu Jurgo Pulla, aty lexon membership. Klikojeni, hidhni një sy, ku i dihet se gjërat e mira do të jenë lira. Atje, në atë dritare, flasim në individ. Pyetje përgjigje në individ, merrni parashikime, merrni dhe video direkt atje dhe to janë të juajat për momentin dhe për kohën që ju dëshironi. Unë ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mira.